Viti i ardhshëm është përfolur si periudha kohore në të cilin vendi ynë do të anëtarësohet në Bashkimin Evropian. Po çfarë fitojnë qytetarët e Vlorës nga futja në Europë? Lidhur me temën, vlonjatët ndajnë opinione të ndryshme, për shumicën anëtarësimi në BE sjell veç të mira. Qytetarët shpresojnë se me futjen në Europë mirëqenia e tyre ekonomike do të rritet, duke filluar nga rritja e pagave dhe pensioneve, por edhe në rang vendi do të realizohen projekte madhore me mbështetjen e Bashkimit Evropian, që do të sjellin zhvillim. Qytetarët ndërkohë komentojnë edhe vendimin për vendosjen e euros si monedhë kombëtare e Shqipërisë në vend të lekut. Ne të bëjnë si të doj qefi, si të jetë më e mira për ne. Do ndryshoj, pse ata janë më mira ndej dhe ne këtu pensionin të ullt, ata pse i marrin gjitha të larta, edhe ne maso do ndryshoj, si të jetë më e mira. Gjithë bota me lek të huaja dhe ne do ndryshojmë. Po do mësoj dhe tani jemi mësuar me euro, ne i maj miru pafshim. Qysh fiton apo unë vetë? Fitore. Plotson kushtet. Grupin e pare realizoj. Po fiton më vlla, po qa fiton? Po qa do të pish kafe tër ditën edhe të rish e të jape Europa. Unë nuk jam as analist, as gazetar, u bëj atyre. Si jam financier, pyet bankierët i më vlla, qa më pyet mua. Kesh të vështirë ti të mësohesh me euro? Qysh e kam, unë jam mësuar. Po. Jam mësuar, po. Konvertoj, ku na bjen fëmijët. Ndërsa për disa prej qytetarëve vendi ynë nuk përmbush as pak kriteret të futet në Bashkimin Evropian dhe anëtarësimi do të sillte veç vështirësi. Shikoj, Evropa nuk futet as për Edi Ramën, as për Sali Berishën. Dua Shqipërinë. Në qoftë se pensionet do rriten, do vënë të paktën gjysmë për gjysmë me Evropën, ne do bëjmë. Në mos ta diskutosh fare. Shqipëria është katastrofë, të që vaj. Është katastrofë. Unë kam blet 6 të Evropës. Futemi do ta jo? Jo, gjallë botë. Ta jap me këtë me jemi deklarata. Po si mund futemi në euro? Këta po vjedhin Evropën. Se si ka mundësi, është më lartë Evropa, apo është më lartë Shqipëria? Po qa po është e pa diskutueshme. Këta vjedhin, këta mashtrojnë. Vinë turistit, këta po e vjedhin, po i shkatërojnë. Shumë të vështirë, jashtë mashtër të vështirë. Ta bëje dirëve me mua të dalë debat televiziv, që asem të gjitha njërës e nga njërë. Shqipëria nuk do futet njërë në Europë, të jesh i sigurt se dhe Edi Rama nuk e do që Shqipëria të futet në Europë, po nuk e do sepse, po u futet në Europë ka regula. Nuk mund ti të meresh me pisleqe të bësh ti qatë duash. Ata do të vendosin regula pa të futesh në Europë. Unë jo, s'fitoj asgjë. Nuk fitoj, qa do fitoj unë si tjë? Momentalisht? Po, momentalisht unë bas atë që jemi keqe më keq po shkon vëndi. Ja, edhe qa do fitoj unë të vemi në Europë. Po qa do futet eura futje, nuk bëhen këto gjëra. Mbaje mund po ta them unë për shumë vite. Do ta kesh të vështirë të mësohesh me euro? Jo, unë jam e mësuar se kam qenë jashtë, e di ta përdor euron. Faleminderit. Po unë dua që të mësojnë këta pensionistët me euron, që e mbrojnë Edi Ramën nga mëngjesi deri në darkë. E merren 100.000 lekë pension, ai dhe thotë rrof partia. Ju përshëndes. Ndërkohë vendi ynë deri më tani ka kaluar disa nga grup kapitujt më të rëndësishëm për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, duke plotësuar disa nga kriteret bazë. Gjithashtu kanë nisur hapat e para të ndryshimit të monedhës kombëtare nga lek në euro dhe pritet që brenda vitit të ardhshëm leku të dalë nga qarkullimi.